Përshëndetje, jam duke shku në kombinat, po nuk mund të rria pa i kthy përgjigje Afërdita Peçit, e cila thoshte mendoni vetëm për veten tuaj. Shiko Afërdita, ti edhe gjithë tjerët që thoni që mendon vetëm për veten tuaj. Nëse do mendoja veç për veten time, nuk kisha për të hyrë detit në këmbë për inceneratorët edhe kur s'fliste askush. Edhe nuk kisha për të bëj një betejë për të cilën durova llumin, baltën e makinerinë e propagandës qeverisë, po njëkohësisht dhe atyre që përfitonin nga inceneratorët. Nëse do mendoja për veten time, nuk do hyja betejës as për profesionistë të lirë, sepse hyra një betejë për 30.000 profesionistë të lirë dhe unë nuk jam profesioniste e lirë. Hyra sepse besoj në diçka. Në qoftë se do mendoja vetëm për vete, nuk do flisja gjithë ditën për ato që largohen nga Shqipëria, nuk do flisja gjithë ditën për shtresën e mesme, për ekonominë, cilat janë tema që unë i kam bajt. Unë nuk mendoj për veten time, sigurisht që kam në të mirë të parë interesin e jo vetëm fëmijëve të mi, po të fëmijëve të gjithë Shqipërisë, kur flas ngre çështje, ngre shqetësime që mendoj që janë të drejta. Kam qenë zëri juaj, do vazhdoj, do jem zëri juaj. Jam ndryshe, do vazhdoj që të jem ndryshe. Kështu që Afërdita dhe kushdo që ka dyshime, unë e kam provuar si jam, besoj për mirë dhe e di që do kem mbështetjen e kujdo që mendon që unë kam bërë maksimumin e do vazhdoj të bëj maksimumin.